Votoni si masivi këtu. Daç majtës, daç djathtas që unë s'kam që ofroj më tepër. Kjo është fytyra ime, kam 35 vjetë që bëj këtë punë. Ju pëlqeva i ke votoni. I numër me i bere këta nëndë. Por votoni si masjevi t'jure, si thanini ju më shpirë. Mos u bëni pjesë e këtij sherrit madh, vazhdueshëm se keni bo me njëri vjet Milana mbledh harxho fare milionat e shtetit, tjetri del mbledh tifos se vet atje ku janë. Si do vazhdojë kjo punë? Për çfarë u bë kjo ligj? U bë që shqiptarët jashtë Shqipërisë votojshin për të mirën Shqipërisë, me ndryshu diçka, me pas përfaqësuesit e vet, apo u bë që të jemi zgjatim i sherrit Tiranës në përbot. Ne kena vojë berë, që ju përfaqëson ju, përfaqëson të Shkodrës. Edhe ka dhe dëshirën, ka iniciativën që ju keni mundësi të bashkëpunoni me njëri tjetrin.